Marcela Çibukaj ndan lajmin e ëmbël, ajo dhe Vitmar Basha bëhen prindër të një djali për herë të parë. Këngëtarja e njohur Marcela Çibukaj dhe partneri i saj Vitmar Basha kanë ndarë një lajm shumë të ëmbël në rrjetet sociale. Çifti janë bërë prindër për herë të parë. Ata janë gëzuar me një djalë të cilin e kanë pagëzuar me emrin e veçantë Dajt. Këngëtarja ka ndarë 2 foto, njëra prej të cilave në kohën kur ishte në pritje të ëmbël dhe në foton e dytë, këmba e vogël e voglushit që ka gëzuar këtë 18 gusht shtëpinë e tyre. S'kemi qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, por na është mbushur jeta, shpirti dhe zemra plot. Dajt Basha ka shkruar, artistja krahas fotove. Marcela dhe Vitmari kanë nisur një lidhje romantike zyrtarisht në prill të 2018-s, ndërsa këtë e bën publike në shkurt 2019, gjatë kohës së cilës Vitmari publikoi albumin e tij muzikor të titulluar Nënt, i cili ishte një dedikim dashurie për partneren e tij Marcelën.